Ligjvënësit Amerikan do të përpiqen javën e ardhshme të miratojnë sërish një rezolut për ndalimin e luftës me Iranin dhe të detyrojnë presidentin Donald Trump që të marrë miratimin e Kongresit për çdo sulm të mëtejshëm, deklaroi lideri i demokratëve në Senat Chuck Schumer, menjëherë pasi Trump shpalli një armpushim 2 javor. Kongresi duhet të riafirmojë autoritetin e tij, veçanërisht në këtë moment të rrezikshëm, tha Schumer në një konferencë për shtyp në zyrën e tij në New York. Demokratët në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve gjatë muajve të fundit janë përpjekur, por kanë dështuar vazhdimisht të miratojnë rezoluta për kompetencat e luftës, të cilat do ta detyronin Trumpin të marrë miratimin e ligjvënësve përpara nisjes së operacioneve ushtarake. Republikanët e Trumpit në Kongres, që mbajtën një shumicë të ngushtë në të dyja dhomat, pothuajse një zëri, kanë mbështetur politikën e tij. Megjithse Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përcakton që Kongresi dhe jo presidenti shpall luftë, ky kufizim nuk zbatohet për operacione afatshkurtra ose në situata ku vendi përballet me një kërcënim të menjëhershëm.